të palogjikshëm në vlerësimin tim. Ka gjithashtu disa propozime tjera të cilat edhe nëse kalojnë në formën si janë propozuar, janë të dëmshme dhe shkaktojnë problemet mëdha në afarizmin e shumë bizneseve dhe dyqaneve më të vogla, kisha mi thonë, zanatli qytetit, ku për shembull ndalemi te berberat ne të gjithë kemi berber në lagjet tona, sipas këtij drafti parashihet të tatohen dikon rreth 1.000 euro në vit, që i bie pothuajse sa një bankë. Gjë që nuk ka kurfar logjike ekonomike vlerat të cilat janë përcaktuar, prandaj jam i bindur që se ky draft në formën si na ka ardhur nuk do të kalojë në kuvendin komunal, po e përsëris ne jemi të vetëdijshëm dhe mbështesim që draft rregulloria për tarifat të plotësohet dhe të ndryshohet, por që duhet diskutimi mirëfill, duhet amandmentimi i saj, mënyrë që cilat do të qoftë tarifat të cilat përcaktohen të mos e rëndojnë gjendjen e bizneseve të cilat operojnë në kryeqytet. Pra qëndrimi juaj, zotri Sveshla, për ta pasur të qartë, është kundër çfarë do tarife të vendosur nga kryeqyteti ndaj veturave që vijnë nga qytete të tjera, shembull, çfarë do tarife, qoftë ajo edhe 1 euro, 2 euro apo 3 euro, që është më pak se kjo tarife e të paktën e propozuar. Realisht në këtë kohë, në këtë situatë dhe me këtë gjendje kaotike që mbretëron në kryeqytet, një taksë e tillë është e papranueshme pa marrë parasysh sa është vlera e saj, por pos aspektit të cilin siç e përmenda, ne kemi dyshimet tona dhe te ligjshmëria e një takse të tillë, prandaj po lëvizja vetëvendosje e kundërshton dhe nuk do ta voton çfarë do takse cila ju vendoset vetu